Ish-deputeti i Partisë Socialiste mërohet në krye të postës shqiptare. Ish-deputeti i Partisë Socialiste Etienne Xhafaj është emëruar në detyrën e administratorit të shoqërisë Posta Shqiptare SHA. Vendimi është firmosur nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj. Sipas vendimit të firmosur para 2 ditësh, 27 tetor, emërimi i Xhafajt është bërë mbi bazën e ligjit numër 7926 datë 24/1995 për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare, si dhe në zbatim të ligjit për regjistrimin e bizneseve dhe statusit të shoqërisë Posta Shqiptare. Etienne Xhafaj ka mbajtur më herët funksione politike dhe administrative në radhët e Partisë Socialiste dhe Qeverisë, duke qenë ndër figurat e njohura të brezit të ri socialist. Me këtë emërim, ai merr drejtimin e një prej institucioneve më të vjetra publike të vendit, në një moment kur Posta Shqiptare ndodhet në proces transformimi dhe digitalizimi të shërbimeve.